Balim Muharremaj, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, është sonte i ftuar në kontakt, me të cilin do të flasin për zhvillimet e fundit politike, si dhe për paralajmërimin e protestave për ditët e ardhshme. Përshëndetje dhe mirësevini. Përshëndetje, mirë se vjen. Sot Kryesia e Kuvendit në mbledhjen e saj ka caktuar që data 30 nëntor të jetë seancë. A ka bërë mirë që ka ftuar këtë seancë? Sipas mendimit tim nuk ka bërë mirë, ju e dini që vitin e kaluar pa 6 muaj bllokat Kuvendi i Republikës Kosovës, nuk ndodhi asgjë, filluam mëse ne dikon prej muajit tetor, kanë shkuar punë mirë shumë. Unë besoj që masi që kemi pas gjithë këto probleme mes pozitë opozitë, nuk është kanë mirë të saktohet kjo seancë për të 30-ën, po e kanë caktuar është obligimi i kryesisë. Është më mirë që ka caktuar me 30-ën dhe jo më herët se 28 nëntor kur kemi shumë më mirë që kanë caktuar me 30-ën sa me 28-ën, besoj që me pas caktuar me 28-ën veç na kanë nxjerr probleme të reja edhe dalën njerëzve në rrugë. Cili do të jetë veprimi i opozitës në rast që mbahet kjo seancë pa tërheqjen e nënshkrimit? Veprimi i opozitës besoj që e din të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, derisa nuk reflekton kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zakonski kryeministri Hashim Thaçi që ne nuk do të lëmë të marrin seanca të rregullta, për arsye se dy marrëveshje që kanë prunë në Parlamentin e Kosovës janë të dëmshme për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, njëherë e thejnë sovranitetin dhe integritetin e shtetit të Kosovës. Dhe ne deputet në momentin që kemi marrë votën, domethënë mandatin tonë, jemi betuar që do ta mbrojmë integritetin, sovranitetin e shtetit dhe të gjitha interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës. A parasheni ju që kjo seancë të mbahet sërish në sallën rezervë dhe jo ato ku duhet të mbahet? Ne do të vazhdojmë me metodat si opozitë deri tash, besoj që ato do të jetë e njëjta punë, besoj që ne në çdo aspekt nuk do të lejojmë të mohen seancat. E dim që këto veprime nuk janë të mira për neve si deputet, po këto janë metodat e fundit që kemi zgjedhur. Edhe ne edhe njerë kërkojmë falje qytetarëve të Republikës Kosovës për gjësat që bëjmë në Parlamentin e Kosovës, po shumë më mirë është të bëjmë këto metoda në Parlament sa ta aprovohen të dy marrëveshje që janë shumë të dëmshme për qytetarët e Republikës Kosovës. Ju me profesionin jeni edhe ushtarak. Na tregoni a është gazi Lucias helm ashtu siç po? Po ta cek edhe një natë në interaktiv, po më duket që gazi Lucias nuk është helm. Nuk është helm kimik që shpeqoj që shpindëgjoj disa zona, për arsye se helmet kimike janë të ndaluara me konvente ndërkombëtare, as ushtria as policia nuk mund i përdor. Këto nuk bëjnë pjesë as në mjetet shpërthyese, ku është mjetet shpërthyese është bomba dorës dhe janë eksplozivet, mirë po këto nuk mund të gjoni kërkon as kodin penal të Kosovës. Po është i dëmshëm nëse hudhet në ambiente të mbyllura? Është i dëmshëm, po derisa ne pe hudhëm, ne aty më thithëm edhe vetë, domethënë ne nuk mund që pe hudhëm edhe po largohemi, mirë po na po dalëm. Kishte Alivanosi të deputetëve këtë herë edhe nga opozita. Disa persona janë më pak i mund, disa janë më shumë, mirë po edhe njerë po thamë që kjo metodë nuk është e mirë, po ne do ta zgjedhëm edhe në tarmën njëjtat metoda për me blloku seancët të Parlamentit të Kosovës. Ju do thoni që keni sërish gaz për seancën e radhës? Nuk po them që kemi gaz, po do t'i përdorim të gjithat metodat që kemi mundësi mi përdorur në Parlamentin e Kosovës. Ai ka zbutur qëndrimin e deputetëve të opozitës, arrestimi i deputetes Donika Kadaj Bujupi dhe flet arrestet për disa të tjerë të vetëvendosur. Përkundrazi nuk i ka zbutën për arsye se ato që ka bërë Donika Kadaj Bujupi, shefi i grupit parlamentar të Aleancës, të gjithë jemi në atë ekip, edhe besoj që gjithë opozita është bashkë. Këta mujnë me vazhdu edhe me burgos të gjithë deputetët e Parlamentit të Kosovës, po në derisa nuk tërhiqen këto dy marrëveshje nuk kemi plan monal. Për arsye se janë të dëmshme dhe njerë po thamë për qytetarët e Republikës Kosovës. Kërkush drejt nuk ka në Kosovë, me fal tokë, nëse kryeministri, zakonski kryeministri kanë fituar votat me udhëheqje dhe menaxhu shtetin e Kosovës, po jo me fal tokë, se pra tokë është derë shumë gjak, në rënd parë, e dini sa dëshmor ka Kosova, që kanë luftu për tokën e Kosovës. Ne ashtu kemi shumë veteranë që kanë dhënë pjesë të trupit, pjesë më të fortë të trupit për këtë ditë dhe besoj që nuk kemi lëshuar në asnjë moment dhe asnjë kohë. Gjykata ja ka caktuar masën e paraburgimit 30 ditë. A do të thotë kjo që nuk do të ketë protesta gjatë kësaj kohe për lirimin e deputetës Kadaj? Ne kemi paralajmëruar nuk do të ketë protesta deri me 28. Me 28 do të jetë një manifestim, edhe ne po thamë nuk ka protestë, është manifestim. Ftoj të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës të bashkëngritet manifestimit. Aty do të jenë disa mesazhe, mirë po do të jetë manifestim, nuk jetë protestë. Ne apelojmë edhe të organet të drejtësisë, edhe të sigurisë, aty do të jetë vite të qetë, nuk ka nevojë çat shumë të grumbullohen policë të Republikës Kosovës. Nëse do të ketë sigurisht shumë njerëz, masa mund të eskalojë, kush e merr përgjegjësinë për këtë? Përgjegjësinë e merr opozita, derisa ka dalë me njoftim, edhe besoj edhe njerë po thamë që as që mendoni që ka me pasën në probleme, për arsye se kjo është një manifestim, nuk është protestë. Unë ftoj të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës të dalin. Unë po i them sparim në Republikën të dalin me fëmijë. Asnjë moment fëmijën e mi nuk kisha pas dëshirë mi dalë dhe me rrezikun shtetin e Prishtinës. Po atë është festë,
është festa 28 tentorit, është festë kombëtare, edhe kjo kauzë lidhet në opinion po qarkullon që e keni caktuar këtë datë për shkak që do të ketë sigurisht shumë njerëz që do dalin ta festojnë edhe ju mund t'i llogarisni ata që janë përkrahas të opozitës apo pse është caktuar kjo datë? Që deri më tash në mënyrë publike po them që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk i ka thirrur të dalë në protestë. Protesta është e vërtetë që kemi thirrur si opozitë për shkarkimin e Blanovicit, po deri tash nuk kemi bën ftesë zyrtare që të dalin në protestë, po kjo është thënë po them një manifestim, po nuk është protestë. Me kundërshtimin që jeni duke ja bërë marrëveshje, a do të thotë që ja keni arritur qëllimin deri tani? E keni parandaluar këtë të shkojnë Besoj që nështë atë ne është bën një gabim, jo dini që marrëveshja e parë është nënshkruar prej kryeministit Kosovës Isa Mustafa me 25 gusht, ndoshta marrëveshja për demokracinë e kufinit të nënshkruar me 26, në atë kohë Parlamenti i Kosovës të shkon pushim. Në momentin e parë që kemi filluar punën, domethënë në pjesën pjeshtore, për një herë kemi marrë iniciativë dhe kemi filluar domethënë që t'i ndalojmë të gjitha seancat për arsye që janë dëmshme. E nështë është bën një gabim se kemi dalë me kohë me shpjegu qytetarët e Republikës Kosovës çka po ndodh, se deri tash te para ditë shumica kanë menduar që ne kemi për pushtet. Ne jemi vetëdijshëm që pushteti nuk mirret me trotë deputet, po qëllimi kryesor është konë që të zbrasim këto dy marrëveshje që janë dashur për lëvikin e Kosovës. Do të thotë marrëveshja për demarkacionin ende është në proces. Unë i falenderoj ekspertat profesional pa dallim parti politike që kohën e fundit mjaft shumë kanë dalë, janë të dalë nëpër televizor, janë të shpjeguar aspektin profesional, domethënë që aty nuk është vija kufitare ku kanë vendosur që kanë nënshkruar marrëveshje me 26-ën, por vija kufitare është ku shkon çdo herë. Ju e dini që kufit nuk në caktuar në vitin 1974, në caktuar në vitin 1945, edhe nuk ka pas ndryshim më sa i përket Kosovës më në zi. Ju kërkoni të formohet një komision i ri? Ne kërkojmë në parë komisioni shtetëror që është caktuar për këto bisedime, jo vetëm që me dhënë dorëheqje sa më shpejt që është e mundur, të caktohet një komision, po komisioni duhet të jetë me eksperta profesional edhe të fillojnë të mirën me këtë punë. Mirë, por në rand parë duhet të tërheqet në shkrim, masnjë të formohet komisionet, po komisioni duhet të marrin pjesë njerëz më ekspert të kësaj lamie, po pse jo të marrin pjesë edhe opozita, s'ka të keqë kusha. Ditën e parë pam një takim që mbajti sekretari i AK-s Blerën Kuqi me ministrin Abrashi pikërisht për demarkacionin. A do të thotë kjo që AK ka reflektuar, ka lëshuar pe? AK-ja nuk vjen shpreh edhe një herë, po thamë me lëshu pe. Ajo ka një takim. Pse ka ndodhur këtë takim? Ajo është një takim miqësor, nuk është të thonë që ka pas Kuqi takim miqësor që s'ka më dhënë nesër të kemi takim miqësor, pse jo edhe me njerëz të PDK-s. Po ne jemi takuar dy njerëz të rëndësishëm të partive. Po ka pas takim miqësor, nuk ka pas takim zyrtar, po nuk është të thonë edhe ne që s'takohemi për shkak të deputetëve të Partisë Demokratike, të Listës Demokratike, pasi që ne jemi kolegë, kemi punuar bashkë, do të vazhdojmë të punojmë bashkë, por duhet të punojmë për interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës, po jo në dëm të qytetarëve të Republikës Kosovës. Dje në media ishte një lajm që AK ka marrë një ofertë për të hyrë në qeveri me Lidhjen Demokratike dhe Partinë Demokratike. Cila është e vërteta? Sipas mendimit tim, janë spekulime të partive që janë pushtet, Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike, vetëm me largu ose me hup imazhin e manifestimit që do të bëhet me 28 nëntor, por ndryshe zyrtare nuk ka, nuk është të thonë, domethënë kjo më përmos më shumë një propagandë e partive që janë pushtet. Antarmen, a e shihni ju veten në koalicion me Lidhjen Demokratike dhe Partinë? Në antarmen mund me pa veten në koalicion me gjitha partitë politike që janë ose me grupet parlamentare që janë në Parlamentin e Kosovës, edhe ne po them, si grup parlamentar nuk kemi kundër asnjë partie politike, nuk kemi kundra deputetëve që janë të Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike, por ne kemi kundra dy liderëve të partive politike, Isa Mustafës dhe Hashim Thaqit, që nuk po reflektojnë që këto marrëveshje janë në dëm të qytetarëve të Republikës Kosovës. Dr. Rajma, ne falenderojmë për këtë intervistë. Edhe një herë e kam obligim të jap një mesazh, domethënë me 28-in do të jetë festë, nuk do të jetë protestë, do të jetë manifestim. Ftoj të gjithë qytetarët të Republikës Kosovës të vinë protesta, pa kufër problemi, nuk kam pas probleme. Faleminderit edhe për një intervistë. E juve të nderuar shikues, ju ftoj të qëndroni ende me emisionin Kontakt. Rikthehemi pas pak.